dy repera shumë të mirë, mund të them nga më të mirët që kemi. Noisy. Capital T. Të dyja artiste shumë të mira, Dafina Zeshiri. Kida, sigurisht që Kida është, për sa kohë unë kam bashkëpunuar me Kidën, ka qenë preferencat e mia, kështu që Kida është një këngëtare shumë e mirë. Kjo është një pyetje retorike, që e dini përgjigjen. Që dyja janë shumë seksi. Blauna, besoj Blauna, po. Që dyja janë këngëtare shumë të mira, Tuna ka një zë shumë të mirë, plus që ka një grind shumë të mirë, gjithashtu dhe Nora është në të njëjta dimensione shumë të mira, por Nora i Strefi më pëlqen. Që të dyja janë artistë shumë të mirë, muzikë. Sërisht jam dyja këngëtare shumë të mira, se duhet të them patjetër se kështu edhe mendoj, Samantha. Po flasim për dy kantautorët më të fuqishëm. Që dy janë shumë të suksesshëm. Është shumë e vështirë për t'i ndarë, por duke marrë parasysh edhe shijet e mia muzikore, Alban Skënderaj. Mimoza Shkodra. Dori Kallsan. Se di. Mua më ka pëlqyer shumë Unikatili dhe e kam dëgjuar muzikën e tij, 2 vetë se është më koherent për momentin. Që dyja shumë të mira, për këtë pjesë mos më pyet, janë të dyja diva. Të dy repera shumë të mirë, mund të them nga më të mirët që kemi. Noisy. Capital T. Të dyja artiste shumë të mira, Dafina Zeshiri. Kida, sigurisht që Kida është, për sa kohë unë kam bashkëpunuar me Kidën, ka qenë preferencat e mia, kështu që Kida është një këngëtare shumë e mirë. Kjo është një pyetje retorike, që e dini përgjigjen. Që dyja janë shumë seksi. Blauna, besoj Blauna, po. Që dyja janë këngëtare shumë të mira, Tuna ka një zë shumë të mirë, plus që ka një grind shumë të mirë, gjithashtu dhe Nora është në të njëjta dimensione shumë të mira, por Nora i Strefi më pëlqen. Që të dyja janë artistë shumë të mirë, muzikë. Sërisht janë dyja këngëtare shumë të mira, se duhet të them patjetër se kështu edhe mendoj, Samantha. Po flasim për dy kantautorët më të fuqishëm. Që dy janë shumë të suksesshëm. Është shumë e vështirë për t'i ndarë, por duke marrë parasysh edhe shijet e mia muzikore, Alban Skënderaj.